po ju lani porosi të gjithëve, jep një rëndësi kurbanit. E kanë pyetur Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, çka është kurbani? Ka spjegu pejgamberi, kurbani është sunneti i babës tem Ibrahimit, baba i shumë pejgamberve. Sunneti Ibrahimit alayhi salatu wassalam. I kanë thonë, ja Resulallah, po na çka kemi punë me kurbanin? Ka thonë, po çdo kime që ka delja ose lopa, devja, atë ka se vapa i që pret kurban. Lini do gjona ma në këson e prejnë e kurbanin. Se dikush shumë shpet po din me gjyku për veti, ku mi marë na. Me një randi, po paracitët artist, mish, për e vlat tu. Bismillah, Allahu Ekber, le duhanin, le qalamin. Wallahi me ju thonë drejten, po foli prej shpis teme. E vladët me i këshyrë, se cili ka ble, planika ka 60 euro, 50 euro, 60 euro, e 80, 100 euro, që si këput, për ju thonë planika. Që kur për i vjedhin këtu të na, ka një herë në gjami, po kajnë fëmija, se 100 euro. 100 euro ja ke ble planika, e kurban me bismillah, Allahu Ekber, si e në gjendje me ju prej, e po thush ku me marë. O, më së tutë se si a japi shkuj, e vladve tu preju. E ndash zoti një fije bujari, një fije gjymërtlek, qoja një fukaras, e qoja një këjshis, e qoja një akrabas. Allahu Gjelle Gjelaluhu të ndihmoft. O Ajshe ka thonë, urdhnoja Resulallah, ka thonë, eja prej kurbanin, ja Resulallah ka thonë, unë si femën smuj me prej, ka thonë, ani eja pra shihe kur ta prejmë, se hala para gjaku i kurbanit në tokë, sa pika gjaku ka, ty të falën qatë gjunahe. Allah i në boft nasip me prej gjithë kurban. Pra ndoj bon në njetin kështu, jo planinka, po ku djun, se dy parë planika bojnë një kurban, e që ato të shtrajt atë kokan ka 100-110 euro, 120 euro, se unë kur si këm blej ato, mirë për një kurban, një parë kundra, e ti një kurban me elonë kundra, e pa prej kurban, pa derdë gjak, nëmën të Allahut, bismillah Allahu Ekber. Kurban Bajrami, sakrifica ma e shtrejt e umetit Muhammed, sallallahu aleyhi wasallam, që mujmë me prej kurbana, mës me met asni njeri pa hangër mish. Pse mujmë? Se ka dasht Allahu kemi. Pak me moment, prej Ramazanit, deri në Kurban Bajram, 210 dit i ke pas. 210 dit. 210 dit, ka 1 euro me pas qitë. Për shumë, vërtet 210 dit, gabova në matematik. 70 dit i kemi. 2 muaj e 10 dit, dashtë të tëmë, thash 210 dit, ta përmirësoj vetë. 70 dit, 2 muaj e 10 dit, 70 dit. Për 70 dit, ka 1 euro me pas qitë dikund, mës me pi një pacet cigare, ose mës me pas pia dit një macchiato, e gëzësh tër familjen, kër të bënsh bismillah Allahu Ekber me prej kurban. Subhanallah, sa mrekulli. A dikush tjetër kër pret, ti nuk ke nevoj për mish, ti e kje frisin plot mish. Mirë, për të shkën mendja, pak të shkën mendja, s'ma prënu pak mish, se njeri është në sy i unt, i uritur, gjithë syni është i pangishëm, se të s'ma prënu dhe pak mish të kurbanit një sabalek filani. Thëtë kështu mendja. A ti për 70 dit, 70 euro, se ka kurbana 80 euro, 90 euro. Ka kurbana më të lirë, nuk ka obligim me marë dash, ose gjonë të madhe, kafshën e madhe, lopën e madhe, bikun e madhe. Edhe e prejsh kurbanin. Gëzohën kretë fëmija, vallahi gëzohën edhe këjshia, gëzohën edhe fukaraja.